Shefin, durata e fitores, kam. Odri. Chega ali pra mão. Dole më shpejt se unë aty, ha? Djali ka eminar për. Ky është socialisti i ri. Roma, si jeni? Mirë? Si dugeni? Mirë? Mirë? Bërë, dugeni? Si jeni? Mirë? Si jeni? Atë janë deleguar kryetar organizate. Si jeni? Dori është kryetare e partisë. Jeździ do tej ulicy, bo sam rozwiedzę. Që bëhet? Bënim një delet shtabit për çfarë ku jemi me pjesën e diasporës edhe me censusin e pesëmishit. Dhe njëkohësisht për votuesit për herë të parë. Gjithashtu edhe po diskutonim për agendën e javës, edhe njëkohësisht me të deleguar. Të ujnë e kemi për tja, apo për dekor? Dhe njëkohësisht me të deleguar për pjesën e votuesve të sigurt brenda organizatave të tyre, brenda qendrave votimit, që edhe sikur zgjedhjet të bëhen nesër, cili është rezultati që ne marrim bashkë edhe me diasporën, që në fakt Rudina me Fationin kanë bërë një punë shumë të mirë si koordinator të diasporës. Strukturat i kemi shumë të mobilizuara, janë antarët e organizatave janë fakt aktiv, kryetarët janë pothuajse po them 99% në punë. Dhe nga ana tjetër edhe pjesa e shtabit dhe gjithë ekipi deleguarve prej 37 drejtues politik të vegjël në gjithë territorin e SIS nr. 7 janë super të angazhuar. Këtë ekipi është shumë i konsoliduar, Dori është sekretarja e SIS, në Aldrinin, bashkëtar. Gjithashtu edhe ekipi i freshët që janë ndërpunuar, Rodinia. Po një punë të mirë ka bërë fakt edhe me të ne kemi diskutuar Dori. Gjithkohë Dori ka qenë Rudi me Fationin. Super punë, kështu që Rudi na thua. Po, atëherë them vërtetën ishte një proces sepse duke qenë se ishte për herë të parë kërkonte vërtet një
një punë sistematike dhe në njësinë 7 që në momentin e parë në tetor që ne hapëm ato zyrat dhe me gjithë bashkëpunimin edhe me diasporën Seli, është bërë një punë e përditshme. Si duket ju këta? Çdo ditë kemi bëjmë vizita në terren, dalim në për biznese, takojmë grupe me gratë. Agjendën e kemi të plot për gjithë muajin. Kështu që duket mirë situata. Gratë keni mirë, tani keni gratë në si? Super në formë, shumë aktive. Gratë veçanërisht janë vërtet shumë aktive. Pavarësisht gjithë edhe bashkëkryetarët burra janë shumë të organizuar në fakt edhe aktiv, por edhe me rinin që kemi pasur në fakt edhe në 2021 në 2023 goxha aktivizim, po me të njëjtën mënyrë, të njëjtën formë po punojnë të gjithë të rinjt. Pjesa mbrapa që janë të rinjt janë kryesia e të rinjve të njësisë numër 7, po merrem me votuesit për herë të parë, që ka rreth 1420 votues për herë të parë që po bëjnë censusin për të identifikuar të gjithë ata që janë PS, kanë ngritur rrjetin e të rinjve në për gjimnazet, për ata që votojnë për herë të parë në fakultete. Edhe njëkohësisht edhe për të nisur nga censusi me familjen, por nga ana tjetër në gjithë lidhjet edhe markimin që i kanë bërë vetë të rinjt. Megjithatë, ne edhe në projekcionet që kemi bërë, duke marrë parasysh edhe rritjen që njësia ka pasur me numër banorësh dhe numër votuesish automatikisht nga 2021 deri në 2025, gati me një shifër prej 4000 votuesish në këto 4 vjet, duke përfshirë këtu dhe diasporën. Mendojmë në projekcionin tonë që do kemi një rritje të rezultatit që Partia Socialiste, një rritje të mirë të rezultatit Partisë Socialiste në njësi numër 7. Aldrin, se ti u bërë veteran tani? Nder është. Kryetar, ne, siç e thanë edhe siç e tha dhe Tilda edhe Dori, jemi në terren, po punojmë fort edhe me pjesën e njerëzve influent në njësi. Ju e dini që kjo nuk është njësi që ka qenë tipikisht e majt, ka pas oscilacionet e veta, por vjet e fundit ka qenë orientuar deri të majtës në fitore bindse, do përpiqemi shumë fort që për të realizojmë objektivin që kemi, sikur se tha dhe e Tilda, shifrat janë të qarta, janë dhe mbi këto po punojmë. Por gjithashtu edhe diaspora na ka dhënë shumë krah procesi diasporës kësaj radhe. Edhe besoj do kemi rezultat mirë. Njësia 7, jo s'ka qenë, nuk ka qenë njësi e majtë. Do me thonë, kur të ti je pruri e re, pruri e rilindjes, unë klasë në kohën kur ishim me partinë e Aldrinit, që ishte akoma pa ardhur i lindja, njësia ka qenë të mërësisht të vështirë. Edhe luaj shumë në fije të perit, por vërtet është që pavarësisht e Tilda erdhi kështu si prurje e re, po në fakt në punën e njësisë dhe në punën e terrenit, është sjellë si, s'po them ujk i vjetër, se duket pak e rënd për të ujk i vjetër, po si tamam me gjithë atë e ka kapur, ja ka injektuar shoku Ramos bashkë me veteranët dhe Aldrini nuk diskutohet, ka qenë ndihmë e madhe që organizimin njësia ka pas gjithmonë më të mirë me të komunitetin dhe është merit e veçantë e Tildës kjo. Nuk e di sa e njihni ju këtë merit, po unë shumë duhet nga larg. Megjithatë doja të shikoja nga afër se Tilda ka thonë gjithmonë që e kam shumë të mirë ekipin, dhe duket që ju shkëlqejnë syt, kështu që po ti veçan më herë. Unë jam i deleguar. I deleguar? Ku? Organizat në ndër 14. Sa deleguar jeni këtu? 37. 37, për kjo që nga deleguar preferencial, që Tashme, jo, po bënim analizën fakt të kësaj zonës të bllokut partizanit.
Dhe kemi dhe Albertin që na ka ngelur atje se po punonin me pjesën e listave të diasporës. Eni Zepishta gjithashtu është i deleguar këtu të 12-ta, 19-12. Alberti ka 13 dhe gjithë bloku Partizani ka këta të deleguar edhe organizator. Po si është përjetimi që keni ju në flas për ndjesi, nuk Përjetimi është pozitiv shumë. Si ta dhe kryetari ose organizatet janë përgjigjur më së miri, antarët gjithashtu. Në terren është një frym shumë e mirë. Zona është kryesisht zonë e vjetër, patjetër kemi edhe disa objekte të reja, po që dhe ato më së miri, po përpiqemi të bëjmë atë patronazhimin. patronazhimin? Patronazhimin. Jemi shumë kënaqur. Ne skemën e patronazhimit kemi vendosur atje. Unë kam shumë krenari për këtë punë, pavarësisht se niveli keq kuptimit në ata që nuk e kanë idenë se për çfarë bëhet fjalë dhe që jetojnë me projeksione imagjinare edhe të helmuar nga gjithë çfarë kanë ndryshuar kundër nesh të tjerët për patronazhimin. Ne kemi filluar të ndryshojmë këtë histori mbas 2011-s. 2011-a fituam në 10 vota, pastaj na rëmbyen dhe ato të shkreta 10 vota që mezi i nxorëm deri në fund. Ka qenë mësimi më i madh. Apo jo, ka qenë një mësim më i hidhur shumë, edhe aty ne kemi ndryshuar shumë gjëra. Ndryshuam strategjinë, qasjen, gjithë të politikën konfrontuese e kthyem në një tjetër drejtim, por mbi të gjitha ju futëm shumë fort organizimit, morëm shumë mësime nga partitë të tjera, edhe unë me thënë drejtën kisha thosha kjo është një gjë që ne kemi state of the art, por kam parë një parti europiane, se s'duhet flas për, nuk duhet të zbuloj lidhjet tona të fshehta me partitë në Europë, por kam parë një parti, domethënë patronazhimi jon është Kupa UEFA, ata ishin Champions League, ishte një gjë e paimagjinueshme. Sepse ata e mbanin këtë gjatë gjithë 4 vite. Dhe shumë vështirë të kush. Domethënë, mekanizmi i partisë në terren ishte shqisa, është atje shqisa shtuar e qeverisjes. Gjithë problematika, të gjitha, pra një lloj pasqyre ku praktikisht me të zgjedhur vendor, me të zgjedhur qendror, me pushtet lokal, me pushtet qendror, ballafaqoi çdo muaj me atë pasqyre. Me problemet reale, konkrete, çfarë thot filani te ky pallati për këtë çështje, çfarë thot Derike, çfarë thot Prifti, çfarë thot Hoxha, çfarë thot tjetër. Dhe nuk është Turqia që t'jemi të qartë se mos krijojmë të shkuptime për ata që po na ndjekin për të kuptuar çfarë është patronazhimi. Parti Demokratike Europiane, shumë e bukur. Po nuk e di sa mund ta thellojmë ne, sa mund ta bëjmë të gjë, sepse vërtet i organizimi i jashtëzakonshëm. Disiplina do të na mungon asnjë. Partia ka fituar një disiplinë shumë të madhe. Po ajo është që na bën ne të jemi makine pa thyeshme. Se në fund të ditës pa organizimin
Në 2011 ne kemi pas organizim shumë të organizuar. Një ide që e kemi të fituar, unë I thosha, orës ka diçka që shkon, edhe përfundu në 10 votë. Ne nuk ka asnjë qendër votimi në Shqipëri nga maja e Vermoshit deri në Rispol që nuk e fitojmë nëse ne jemi të organizuar. Nuk ka. Dhe kjo ka të bëjë me përçimin e mesazhit, me ngrohjen e njerëzve, dhe këta nuk e dinë, nuk kuptojnë se këta nuk punojnë. Nuk punojnë. Ata që bëjnë analiza, që flasin e që komentojnë, I vodhën e këta, ata e kjo, ajo, ata nuk janë ufo fare, nuk kanë lidhje, ata s'din fare se ata nuk punojnë, nuk e din ç'është puna, ata zgjohen në mëngjes, shkojnë në kafe, fillojnë të shetemet, ç'a tha ky, ç'a tha ai, ç'a u tha atje, ç'a tha ky, si ul atje, kishte thonë ai kështu, pastaj shkruajnë ai artikull, pastaj dalin darkë dhe batërdisin në janë televizor. Po dhe këta të tjerët nuk e kanë fare, s'kan ide. Kanë iden fare se çfarë është kjo gjë dhe habiten pastaj si ka mundsi. Por ne nuk duhet të ngopemi me votat dhe duhet të bëjmë maksimumin për të nxjerrë çdo vot, për të nxjerrë çdo njeri, sepse këtë herë është shumë e rëndësishme. Jo për Partinë Socialiste në vetvete, as për fitoren ton aritmetike, as për një shumicë të zakonshme, është për Shqipërinë shumë e rëndësishme këtë herë. Është shumë e rëndësishme. Është hera e parë që nga 91-92 që vota këtu është drejt për drejt e lidhur me fatin Europian të Shqipërisë. Edhe është shumë geopolitike si votë. Domethënë çfarë vendos Shqipëria në 11 maj, vendos shumë për ku do jetë pozicioni i Shqipërisë në fund të këtij vjeçari. Nëse ne vendosim si duhet 11 maj, fund të vjeçarit jemi bë. Nëse ne rrëshqasim u quaj edhe një rezultat kështu me pantallona nëpër këmbë, që mund vi vetëm si rezultat I mungesës së vëmendjes, I nënvetësimit, I shfokusimit, I të menduar që e kemi të fituar, ne nuk kemi asgjë të fituar. Ne e fitojmë kur e fitojmë. Asnjë ndeshje nuk fitohet pa marrë, edhe skuadrat e dobta të marrin qafë. Në vlerësimit marrin qafë. Sepse në vlerësimin në politikë dhe në fushat përkthehet në arrogancë, përkthehet në shpërfillje, përkthehet në idenë që ne s'kemi nevojë. Në fakt nuk është kjo që ti do të thuash, por është kjo që të tjerët ndjejnë. Ato na ashtu s'ke nevojë, po mirë. Dhe prandaj na duhet që të jemi shumë fokusuar, sepse nëse ne do të arrim t'i themi njerëzve që kjo bëra një debat çfarë ku po vija, isha në Berat, bëra një debat me një shkruan si ka mundësi që kandidati për deputet në listën e Beratit e ka pasur babain në 96-ën që ishte me Partinë Demokratike dhe që ku diun. Thash për mirë, të një çfarë lidhje ka djali në shekullin e 21 me babain në shekullin e 20 para. E dyta punës më si e shikoni ju këtë hapjen e partisë edhe fuqizimin e mesazhit dhe fuqizimin e gjithë kësaj force, jo të Partisë Socialiste, por force produktive të vendit dhe force konstruktive të vendit, nëse juve do I shihni edhe babain. Por ne kemi në Tiranë, kemi Ogerda e ftoi atë e kishte kundërshtar në rrugët e njësisë mend atje me PD-me. Djali I ri, kuptohet, kishte ato të veta, bie dhe veta, kohë tjetër. Edhe si ti thoshte kur I vajti I tha dua të vi edhe të provohem me ju edhe më jepni mundësinë të provoj. Nuk I tha as dua të bëhem drejtor, as dua të bëhem shef, më jepni mundësinë të provoj. Si thoshte, jo.
ne kemi dekanën e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Vlorës, ajo ka qenë ke çadra. Për ti se Rama ik poshtë bashkë me Luli. Po Luli sa i madh. Ma ka bë qevin shumë se isha merak shumë. Është shumë i madh. Po kur thot, Rama ku i ke shokët Rama? Sa i madh. Ai tek pull. Kishte jo shokët, po kishte shokët, shoqe dhe një ushtri të tërë, ngeli tek pull. Ama ku i ke shokët u këti? Ai tek pull. Vej mur mrava aty, thot jam me Euroatlantikët këtu, jam me Euroatlantikët atje, ai ishte njëri mur. Po si ka mundsi? Si ka mundsi? Pastaj ke fat, më ftes fare kështu. Çlo. Buza vesh në vesh, Rame, ku i ke shokët, ku i ke filonin, ku i ke filonin? Sot. Sa ora 12. Edhe vinte, ajo dekani, ishte aty. Tashti, para 2 ditësh, më qoj një ishe një milet i madh aty gjithë, jo FRPD-ra, jo ku di unë me atë. Tani ata aty nuk mund t'i thush që hajde i tani, edhe më shpjego dekalogun e Partisë Socialiste, edhe mje provim, edhe avash. S'ka nevojë të bëhen socialist. Brenda Partisë Socialiste duhet të zgjerohet, ka socialist të thekur, ka socialist që janë më roz, ka që janë pak më bojqelli, pak më blu, po kështu do t'jetë, diverse. Si thush, ja. Ne du të marrim rezultat më të madh. Social party. Gjithë kanë një vend, secili ndjehet mirë aty ku ndjehet mirë. Ajo dekani më tha gjë. Tha kur do kandidoja, tha e kisha me merak të madh, tha se kisha 2 kundërshtare që ishin kisha 2 kundërshtare që ishin majta. Po, për dekane. Dekane, ishin të majta, Vlora e majt, pushteti vendori majt, qeveria e majt, tash më mbytëm. Se besojnë që ne nuk në hymë fare. Tash më mbytëm, po hajde dhe po kandidoj. Kur as në rryri njëri, as pash njëri të shu, dhe ajo tha që më surprizoj komplet, a ishte tha që kur fitova, të majtën Moroni, tash aty të majtët janë njëshme, tash. Aty për pjesën, për tek ajo pjesa e urimeve të kundërshtarëve janë njëshme. Ne jemi zbutës salamandrash, hardhucash, ata Picko e ne busqesh. E tregon edhe sala parlamentit. Ç'na kanë bërë, ç'kemi ngrënë atje, ne prap kur dhe ke kafja, ama hajde të pivi kafe, mos në zepe shumë, mos u mërzit tash, ne s'kemi çfarë të bëjmë tani, ne këtë kemi detyrë t'ju rrafim me vota. Po prap, nuk është se nuk kemi inat. Ju na keni inat se rrifeni, po që do të bëjmë në të. Po që realisht është e rëndësishme që mobilizojmë sa më shumë forca edhe mos duhet me i përshefut gjithë. Me përshefut gjithë. Ata, se këneta është një gjë dhe ata që janë të hutuar nga zhurma e bretkocave është gjë tjetër. Ne me ata të zhurmave jemi komplet hapur, me bretkocat vetë, pastaj aty s'kemi çfarë bëjmë. Kavanozin, formalinën edhe me 11 maj. Formalinën edhe me 11 maj. Por duhet edhe kjo emigracioni duhet vazhduar të ndiqet, sepse pjesëmarrja është shumë e rëndësishme. Ajo që tregon historia e vendeve që votojnë në emigracion, ka lloj pjesëmarrësh, ka 75%, 80%, 75%, 70%, 60%, ka edhe 20%. Natyrisht këtë herë do jenë shumë të interesuar të votojnë, por ne duhet të vazhdojmë të ndjekim. Se nuk do të thotë që ai që u regjistrua domosdoshmërisht do votojë. Ai duhet, se shqisoj se edhe këta të regjistruar janë gjithë që janë lagje. Ta e kanë poshtë shtëpisë edhe kur vjen puna po nuk i motivove, nuk zbresin të votojnë.
Gjithë logjik, bile atje edhe më vështirë, atje e kanë dhe me distanca, duhet shkojnë, ta çojnë në post, duhet ja u shpjegosh që është e paguar, që pastaj dhe ato fletë votimi që kanë me di mallë. Shishin ato. 500 euro. Po a ishte libër më, ishte katastrofë. Subjekte politike. Pesa shive shumë qartë, Njeriu shikon qendër. Jo, pesa shive qartë dhe njëshi shive qartë 5-1 është ky mohabet. Po ne do ta kishim bërë si italianët që e kanë shënojmë. Do më shkon atje, është një fletë kaq. Ke partinë dhe aty ke me stil lapë shënon emrin e Tilda. Dhe bële ata e kanë që ti shënon emrin, mund shënosh dhe emrin e parë. Do më kujtohet kur e bëri motra ime dhe skrivi Gjorgja, shkon atje, Fratelli d'Italia, vër shenjën edhe Gjorgja. Edhe mbaroi të votu. Kandidatët i kanë të varur në... Kandidatët i kanë të varur në qendër votimi. Dhe ishte shumë mirë fakt. Po që merë, më shishtë ajo ishte... Ha? Jo, ishte vërtet. Ishte shumë që e pam. Ajo ishte shumë, për... Ajo ishte qendër votimi vetë. Ajo ishte qendër votimi vetë. Ne imagjinojmë migrantët që marrin ato. Emigranti nuk është se është në shtëpi. Problemi është kur shkojnë për tutor vetë, do të thotë do. E koha. Po moshën e tretë për shkak, po ai që është emigrant i vjen atë në shtëpi. Vendi votimit. Ai të dystohet mirë. Ajo është qendër votimi vetëm. Po. Gjitha e milet me bëjë qendër votimi, hajde mblidhuni votoni, ku votoni jo. Ku që ke fletë atje asë që ishte në meri. Me gjitha të, qëfar në zuri dhe nuk e hoqëm? Qëfar në zuri dhe nuk e hoqëm? Ja dhe Rezi për shumë një nga numërosës më të vjetër të njësisë numër 7. Po i shumë. 72 orë pa fjetë. Jo, numërimi atyre do jetë... Se për të lexuar emrin. Atë për të hapur. Megjithëse, një shenjë është ajo dhe shenja kavet, nuk është se do rish lexosh një dynjë. Një shenjë është ajo, po prapë. Dhe hapësh dy herë. Po të hapësh dy herë. Se hap një për parti. Po dy herë. Dhe për kandidat. Që do. Dy herë. Sabinat e diasporës, në që zësh do numërohen, në duhet proces. Elektronike kemi këtë vit që kundi apo s'kemi? Diskutohet njësia, ato që kemi shkanë deri në 2021, njësia atjetë edhe vora, akoma nuk është përkaktuar, po të dyja janë në diskutim. Ne mund të kishim bërë më shumë. Pak duhet bërë më shumë, shumë dhe... Edhe duhet ndryshu fleta, herës tjetër duhet me bë fletën, herës tjetër është... Herës tjetër e bërë një kur t'jem bëhe fletën. Standardet e fleta të gjithë në standardet e BE-s. Jo ma ashtu e, ka dhe ashtu, se nuk është se po është qatë është. Sa duhet jetë, sa e madhë duhet jetë fleta, po duhet jetë? Tabak. Duhet jetë atreshe. Mbules? Atreshe është të dojë? Ja, atreshe. Do shtë atë me madhe. Mbules tavolina. Mbules tavolina është. Mbules tavolina. Po ju më se u për politikën. I njerë si ka difinje sot? Sa vishë bërë 12? 25! Shumërime për ty, shumërime për ty. Ajde këtu Ines. Ajde Ines, të tira të qeve 25 vjetor. I zbrati shon letrat. Ta shi mbylli si dhe thuaj një dëshirë edhe... Po them dëshirën e të gjithë. Jo, mos të gëmë, jo, dëshirën e tua me vete. Okej, mirë. Ta shi të gjithë, ta shi gjithë vëndjet tu, po të kanë hyrë aty. Edhe po thonë thuaj, po ti me veten tate, mos ta dërgojnë, s'po dërgojnë u prish. E the? Perfekt. Por ku vjen
apo i mbyllën ato gjithë listën e diasporës. Ata tani nga Ja, ata tjerë. Edhe gjithë të përgjithori nga partia. Ta shirë edhe o ka me sirë tani ju se unë jam Si këtë ngeli, si po punoni në ajo listet 177 faqe. këta e niveli underground i po të në gjithë. Ku shkoj Alberti, mësa Alberti në A, si pas ka të flokë, si pas. Jo, i ka shumë bukur. I ka shumë bukur flokë, si. Si u të kisha dhe unë i parë flokë a shumë. Albertin e kemi kryetar organizatë. Qa Albertin? Albertin më prezenton të mu. Kjo. Shefja na prezenton me dyre. Kështu që... Hajde po unë. E njën, unë. Unë me Albertin kemi luftuar dhe me Aldrini në kora tjera. Vështire kanë qenë. Po pa ato kora, zdo vinë të kora. Zonë pletka dhe një të fushë në zetë. Se ne nuk na e dhanë si luli, e morëm. Nes na e fali njeri, me zi e morëm, me luft. Po vajza dhe dje. Ku kam atë? Pati. Që ka ullë? Dhe Patricia në kemi... Me qa me Patricia? Kryetarë të organizatë. Patricia është antare, po dhe sekretare e gruas tek organizatat e... Hajde pak në këtej. Të nëntë. Hajde në këtej. Po lërë me lërë, s'ka Basa problem. Baruti nga Brani. Luenën e kemi koordinator digitale, në Luena dini që kemi tash Luena qeka si virus. Në kompjuter aty Jemi virus. Ai edhe me nalë për një kemi të të ekzit, Po ti më qërës? Një, kemi në një oncim? Kemi vendos koordinator në çdo gjimnaz e shkollat e larta, po punojmë me vendetimin dhe Do të të parë. po do të do në super për në fakt për votuse për e parë. Votuesit për e parë janë ata që kanë arsyen më të madhe për votu. Se marrin pasaportën që të vegjë. Ne na doli shpirti dhe po luftojmë që mos vdesim pas pasaportën brez. Kurse votuesit e parë e marrin edhe janë free. Ne të mundohemi, kena arrit 369 dhe ne pasat sigur. Faleminderit shumë. Ne kemi sekretarën e gruas. Ajo është aty ka ka pozicion strategjik. Ka pozicion strategjik si ato gratë e kronikës ngur, që rrinë në një balkon sipër dhe shohin gjithë Gjirokastrën dhe thonë ky ai ajo hyri doli. Shumë faleminderit. Unë po ju lë të lloheni në punën tuaj edhe të hani dhe këto se e di unë që në pranin time s'ha njeri. Faleminderit. Shive. Që jam po e njëjtë. No way. Shive. Që në dy Ja pse nuk mundet Partia Socialiste. E morët vesh. Shive. Pas e qenë virusi atërë. Shive. I rrisim partizanët. Nuk presim vit na shpëtoi kujtim gjuzi me Selamiun. Ej. Edhe po i keni që vjen Andej, është bashkuar me Trin ka disa vite. Andej nga Andej nga Vlora.
Është barkuar ka disa vite. Sa vjeç ti? Jo, pak vite të bashkuar me të rinë tanë. 25 janë të Që është Mirë, gjithë mirat. Edhe 100 deri tjetër. Kjo është fansja jote më e madhe. Ja, ta solla Xhaxhili Ramën, e shikon? Si e ke emrin ti? Arja, Ha? Arja. Sa të bukur e pas ke emrin, sa vjeç je? 6, 6, shkon në shkollë? po, në para shkollar. Në para shkollar. Arja tani, thuaj Po nga më njeh mua ti. çka ke Se kërkuar? kam për të televizor. Çka kërkoje Po në frikoj i them, ke pa? Ka një çik çka kërkoje ti kur vje këtu zërit. Kur vja unë, te teta e tita, i thosha ku është Edi Rama. Jam pe tani. Po si dukem kështu nga afër? Shumë i mirë.